Papa Francesku i shtruar në spitalin Agostino Gemelli në Rom për shkak të pneumonisë që prej 14 shkurtit ka dërguar një letër për gazetën milaneze Corriere della Sera, ku thekson rëndësinë e paqes dhe çarmatosjes. Ai shprehet se është e domosdoshme që të çarmatosin mendjet tona dhe tokën, duke i dhënë një mesazh të fuqishëm mbi rëndësinë e reflektimit dhe të moderimit. Papa Francesku thekson se lufta shkatërron shoqëritë dhe mjedisin ton, pa ofruar zgjidhje për konfliktet. Ai bëri thirrje diplomacisë dhe organizatave ndërkombëtare të kërkojnë mbështetje dhe besueshmëri të re. Gjithashtu, Papa nënvizon se fetë mund të ndihmojnë në ringjalljen e shpirtit të popujve, duke nxitur dëshirën për vëllazëri dhe drejtësi, si dhe shpresën për paqe. Një reflektim të thellë ai shkruan se kur ndihemi të brisht, bëhemi më të qartë për ato që është e përkohshme dhe për ato që jep jetë dhe çfarë vret. Papa thekson gjithashtu se lufta i duket më absurde tani që është i sëmur, duke theksuar se njerëzit e brishtë dhe plagosur shpesh kanë forcën për të sfiduar rrugën që ka ndjekur njerëzimi deri tani. Papa përfundon letrën e tij duke theksuar nevojën për një reflektim të thellë që njerëzit të vlerësojnë drejtimin që kanë marrë si individ dhe si shoqëri.